Me ndalimin e rreshjeve kemi fillu verifikimin dhe kontaktet me gjithë fermerët e zonës të bashkisë së Lezhës. Ne aktualisht po operojmë me 2 grupe. Njëri është në zonën e Balldrainit dhe të Zadrimës dhe një grup tjetër është në njësinë administrative Zejmen dhe Shenkoll. Aktualisht ne jemi në fshatin Spitën, njësi administrative Zejmen, ku janë verifikuar rreth 120 hektar tokë të përmbytur. Dhe përveç tokës së përmbytur, ne po verifikojmë në njëjtën kohë edhe orendit në shtëpi janë që se ka probleme, në pemtari dhe në blegtori dhe në ushqim për blegtorin. Në total, Bashkia Lezhë ka rreth 1700 hektar tokë të përmbytur. Dhe verifikimi i tyre pritet që të mbyllet sot mbas dite. Pra, domethënë është një regjistrim dhe një verifikim për në çdo lloj aspektit, në çdo lloj problemi që ka pasur. Të thënë? A bëjmë provë të Nga kupto, që e kam bë... Po, edhe pjesën e përmbytjes. Të përmbytur herën e parë, po janë përmbytur herën e parë. Po të gjitha. Mirë, 120 jam shumë. 120 Janë verifikuar 120. Po duke bë krahasime se 180. Ore, kujt sekond, janë 120 aplikime. Të thonë fon mbi 10 dëlim. Janë 120. A bie gjë sa prapësisht ja? Rreth 60 hektar. 60 hektar deri tani. Po, më, a është tash punë ose